أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالندريمي تكون الله سبحانه وتعالى باقا مشير الله وتلوتيت متميرا نشوفشن بمحمد صلى الله عليه وسلم mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, tema e cila kam përzgjedhur sonte është një temë e cila ka të bëjë pak me një pjesë që është përmendur në ditën e diell, pra ndërlidhet me atë. Tash ku më di xhamati si thonë ai ke pështjell, lidh amena, lidh mena, lidh me hutben, lidh me diellin, lidh me të martën. Po pasi qena të fol për afërsisht për temat për afërta, mos më na mbet diçka e paqartë. Edhe pse dituria nuk është e kufizuar dhe nuk mundet, me thonë, me mezhlise tjera të përmbushen nevojat të cilat i kena, po një qartësim i shkurt. Në ditën e diell kush ishte prezent u fol se gjatë duas duhet që besimtari ta kryen obligimin e vet. Pra t'i bën dua Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa çështjen e përgjigjes t'ia lën Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtë e ka detajizuar dhe e ka vërtetuar Ebi Said al-Khudriu në një hadith që shënon Imam Buhariu, ku thot se kur robi bën dua, pra i lutet Allahut subhanahu wa taala, Allahu i madhruar i përgjigjet në tre mënyra. I përgjigjet në tre mënyra. Thot, ose i përgjigjet përgjigjes së tij, ose rasti dytë është në vend të përgjigjes nuk ja jep përgjigjen, po i largon diçka tjetër si kompenzim, dhe e treta është dhe thot ja ruan dhe ja deponon për në ditën e gjykimit. Kthehemi tek e para. Kena këtu të bëjmë me një rob i cili lutën Allahun subhanahu wa taala me diturinë e tij të kufizuar, mendon dhe planifikon me mendjen e tij të kufizuar. Unë shpesh e përmendi kur flasin, thotë të janë me aftësi të kufizuar, gjithë na jena me aftësi të kufizuar. Ne s'kena mundësi me pa jashtë çka është duke ndodhur, ne s'kemi mundësi me dëgju jashtë çka është duke ndodhur, ne nuk e dim të ardhmen, ne atë cila ka kalu gjysën e kena harru ose më shumë, gjithë jena me aftësi të kufizuar. Edhe mendja jonë është e kufizuar. Edhe planifikimi jonë është i kufizuar pa marrë parasysh sa je i mençur. Ndërsa Allah subhanahu wa taala nuk është i kufizuar në diturinë dhe në urtësinë e tij. Dhe kur i lutesh Allah subhanahu wa taala, kur kthemi te përgjigja e parë, ta jep Allah subhanahu wa taala. Por mos e vendos ti kur me të përgjigj. Mos e vendos ti si me të përgjigj. Dhe mos e vendos ti në çfarë sasie me të përgjigj. Sa Allahu subhanahu wa taala do të përgjigjet në mënyrën e cila është më e dobishme për ty. Rasti i lutjeve tona është si rasti i një personit i cili është i sëmur. Dhe shkon te mjeku specialisti i thotë duhesh më bë operacion. Piçka ke problem me zemrën, Allah na ruajt, ose me mushkrit. A e keni një dënjonin të i thonë doktor, tamam, kur të bësh operaci, shife ka jo stenda, mos ma vem tup ma poshtë, vem ma nalt. Ose kur të bësh operacion, mos i merr 2 asistent, 3 merri. Ose të mushrit, shikoje kur tjetë kjo, përdore këtë lloj penit, këtë lloj anestezionit, a shet, jo, shkon dhe dorëzohet. Pse i dorëzohesh? Pse i dorëzohesh mjekut? E para, i beson, apo? I beson. Dhe e dyta, e din se vetë nuk din. Tamam, kur është çështja me Allahun subhanahu wa taala, kur i lutena, pse nuk i dorëzohena? Pse nuk thënë, o, Zot, unë kam nevojë për ty. Si më shnoshën ti, me çfarë operacioni, me çfarë ndërhyri puna jote. Jo, në dojna edhe mi lut, edhe tash na, sikur se po i kallëzojmë indirekt se si du me marrë mu përgjigja.
Dhe në që se zvjen në mënyrën të cilën ti e ke pas në atë mendjen tënde, duke se së është përgjigj. Dhe të gjithë ne e pranojmë se i besojmë Allah subhanahu wa taala, jena të bindun, dhe e dyta të gjithë e pranojmë se Allah është i gjithdijshëm. Pse atëherë ne përzihena në përgjigjen e tij? E dyta, thamë se Allah subhanahu wa taala ta zavendëson me diçka e cila ka pas me të godit. Dikush është në borxhe. Thot hoxha be vallahi boj Allah dua, i kam 3.000 euro borxh. S'mund t'i kthej, problem, jo mundu, me gjithë zemër, s'mundem, mu Allah s'mi pranon duat, po ku me ditë o vlla. Allahu s'ta ka pranu këtë duan dhe ta ka kompenzu me ruajtje të fëmijës tonë që ndoshta ka pas mundësi me ta shkel vetura ose me bani ndeshje ose me godit për një smundje që ja kishte marrë jetën ose e kishte dëmtu, ti kishe qenë në gjendje edhe 30.000 edhe 300.000 me hynë borxh, vetëm i pështuat fëmijën tënd. Leni Allah subhanahu wa taala. Dhe e treta është ta deponon Allahu për ditën e gjykimit. Ne jena njerëz gabimtar vëllezër, bëjmë gabime. Qosh mëngjes bën gabim, në drejt bën gabim, para buke, mas buke, i kena si ato njerëzit që kanë me hapa, ne i kena gjunahet. Para buke, mbas buke, ka dy ma vonë, me thonë, ato si do pleq, Allah i ruj që e kanë nga një grusht hapa, në kështu i kena grusht me gjunahe. Dhe del në ditën e gjykimit, dhe ti pret gjuna, dhe rëndon peshoja, e veprave të këqija dhe të humbë shpresa se do të shpëtosh dhe del aty ka dale thot Allah subhanahu wa taala robim se ke disa duate pa pranuara të cilat ti kam deponu për këtë ditë ku s'bën dobi askush tjetër. Cila është më e dobishme? Cila është më e dobishme? A këtu Allah subhanahu wa taala mos me ta pranu një dua që e ke mendu se është hajër për ty dhe për hajrin tënd Allah s'ta ka dhënë, me ta rujt për ndonjën tjetër. Cila është më e dobishme vëllezër? Për këtë thot Ibn Qayyimi, ai i cili e kupton se si ja rregullon punët atij Allah subhanahu wa taala, ta kishte kuptu si duhet, do t'i vlon të zemra, do t'i gurgullon të zemra, do t'ju shkrihesh të zemra me dashurin dhe Allah subhanahu wa taala. Kur e kishte kuptu se sa e don Allah subhanahu wa taala. Dhe për këtë kjo është kuptimi emri të Allahut Al-Latif. I butë dhe i përkujdesshëm për robërit e tij. Për çdo njërin prej neve, Allah subhanahu wa taala përkujdeset veçmas. Çka është për mirë? Ka bo ky vllau, ky robi im ka bo dua. Çka është më mirë për këtë? Unë ja jap këtë. Këtij ja jap këtë. Përkujdesje për Allah subhanahu wa taala. Do t'ju përmendi disa tregime vëllezër, ta shihni se dënjëherë ne pa mos me pa praktikisht si mos me qenë rahat. Rasti Ibrahimit alayhis salam kur e përzon pe vendit vet, edhe shkon në atë vendin ku e dini rastin mos e gjatë shumë, ai prisi i cili kur mrin ky me gruan e tij Sarën, e cila ka qenë pi grave më të bukura që është njoft, njëri prej shoqërisë të mretit thot mret ka ardhur një vajzë, ajo vetëm për ty është. Thot shkoni ma bini. Dhe shkojnë tek Ibrahimi dhe ja marrin. Veç të dy kanë qenë musliman, s'ka pas tjerë. Kur shkon atje, i thot, kush është kjo? Ka thonë, motra ime. Ka qenë gruaja e tij, po motër besimtare. Dhe kur shkon atje, mreti nga bukuria e saj s'mund ta përballon veten dhe nuk flet asnjë fjalë, vetëm ja ofron dorën për ta prek. Ajo kërkon mbrojtje prej Allahut, i bllokohet dora, s'mund të lëviz. Kërkon, thot, lutu të bëhem mirë, nuk të nguci ma. E lëshon dorën, prap s'mund ta ban veten, prap për herën e dytë. Prap bllokohet edhe më shumë. Prap e lëshon, prap herën e tretë s'mund ta ban veten, bllokohet komplet, i thot betohem se ma une nuk preki, dhe e lëshon, thot merrni këtë se më keni pru insan, më keni pru shejtan.
merr edhe këtë robreshën, ja jep Haxherin, thot merr edhe këtë. Ibrahimi a.s. atje lut Allahun subhanahu wa taala, të pas shpresën Allahun subhanahu wa taala, kur vjen Sara, vjen me një gru tjetër. Tash ky e ka dorëzu, do me thonë, gruan e tij para një mbretit zullumçar. Për ka qenë i bindur në Allahun subhanahu wa taala. I thot Sarës, çka? Thot kur gjase vetë se hajër. Po thot kjo thot dhurat. Dhe piksaj vëllezër lindën kush? Ismaili a.s. Po është dash me kalu në për një sprov, në për diçka që në syrin e njeriut s'duket e mirë, që me shku me marr Haxherin e mi ba nan të pejgamberve. Si thojnë se Sara është nane e pejgamberve, ndërsa Haxheri është nana e 2 pejgamberve, Ismailit edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se është gjyshja e tij. Është dash me kalu në për diçka që në syrin ton nuk duket diçka e mirë, s'duket diçka e bukur, po çka? Është urtësia Allah subhanahu wa taala. Jusufi a.s. vëllezër. Tamam, Jusufi a.s. e dini në çfarë rrethi ka qenë, derisa madhe vëllezërit e vet kanë xhelozu për atë, sprovohet, hudhet bunar, e marrin atje në pallat, sprovohet me atë gruan, kthehet në burg derisa në fund arrin ta fiton epitetin pejgamber, po çka? Edhe ministri i ekonomisë në shoqërinë më të ngushtë kuj? Të prisit asoj kohe, pastaj i merr edhe ketë komplet familjen e vet edhe kështu është shpërndan Islam. Tamam, kjo, si ka ardhur atij, as ka mujt Allah subhanahu wa taala më ia dhon, hajde Jusuf më një herë te prisi. Është dash me kalu diçka që me met mësim për gjithë umetin, se për mu ngrit duhet me kalu në për disa sprova, por duhet me qenë njeriu i bindshëm. Duhet me qenë njeriu i bindshëm në Allahun subhanahu wa taala. Edhe raste të shumta, vëllezër, që kanë ndodhur me gjeneratat më vonë. Që kanë ndodhur me tregohet në rastin e Omer ibn Abdulazizit. Ka qenë përgjithësi i sigurisë ose i policisë atëherë që ka qenë Waddaha, ka pas emrin. Edhe jep urdhën, thot lironi, jep prisi urdhën, thot lironi gjithë burgosurit, e i lironi të gjithë burgosurit, përveç një Ziyad ibn Muslim ka qenë brenda, ky atë se ka liru. A i thuhet se ka qenë kryeshefi mafjes të asaj kohe, që se mund ta emërtojmë ashtu. E ky ka pas problem me të, problem direkt, edhe nuk e ka lëshu. Por e ka ditë se është shumë i rrezikshëm, edhe çka bën? Pin në Nazi, ku ka qenë, shkon në Afrikë, në Tunis, ik për këti. Ky del nga burgu, se është dhënë urdhër më liru të gjithë. Del nga burgu, dhe në momentin e parë fillon ta lyp këtë. Ky, do të thonë, shkon ta lyp, ai inshallah se më gjen. Ky inshallah e gjej, ai inshallah se gjen. Se më gjen. Kur më rrin kënë Tunis, ky merr vesh largohet me një vend tjetër. Kjo prapë e gjen atje. Dhe takohen përballë. Kur e shef ky, më thonë, do ta shifni, ka qenë kryesori i mafjes asaj kohe, a më shikoj, ka pas mbështetje në Allah, thotë vallahi e kom lut Allah non stop me më taku me ty. Ai thotë vallahi e kom lut Allahun non stop me mbrojt për teje. Tamam, hajde në këtë rast. Çka me botash? Ky lutet. Leja ndor të Allahut subhanahu wa taala. Leja ndor të Allahut. Ky e merr këtë, o dahun edhe e lidh. Dhe thot bjerë shpatën për ta myt. Dhe e lidh për ta myt, vjen koha namazit, ky Ziyad shkon, ky kryesori i kësaj mafjes shkon me fal namazin. Vakti namazit. Pas namazit e mys. Se namazin se ka lanë. Në sot në çuditë e dikush për muslimanëve, alhamdulillah e fal namazin. Po, ma para këtë kanë fal namazin, Allah. Tu e fal namazin, vjen ushtria këtyne dhe e myt atë. Dhe kësh pështon. Tamam, Allah subhanahu wa taala atakoi me këtë, atakoi. Këtë e mbrojti nga ai, e mbrojti. Si Allah subhanahu wa taala këtë mbrojtje mundsoi që të jetë gjallë, atë mundsoi që të takohet me këtë, por kishte i vendosur, mbështetur në Allahun, në vepër, do me thonë që nuk ishte e drejtë.
Allah e mësoj që me vdek në seshte, namaz. Të dy, Allah asnjënin se la keq. Dhe raste të shumta vëllezër që dëshmojnë, që janë dëshmi se ne duhet më qenë të mbështetur në Allahun subhanahu wa taala. Edhe për fund e përmend Vehebiu, ka qenë një person që s'm kujtohet emri, ka qenë një person që përmend Vehebiu Hewa ibn Shureh. Hewa ibn Shureh e ka pas emrin. Ky ka qenë shumë interesant. Ky çka ka dhënë, Allah ja ka kthy më një herë. Sadaka. Sot i ka dhënë 1000 denar, Allah ja ka kthy 1000. I ka dhënë 1500, 1500, i ka mbetë edhe sevapi edhe paret. S'ka pas mundësi vetëm se ja ka kthy Allah subhanahu wa taala. Djali i Axhës ti xhelozon. Thot apo son rregull ky? Ka thonë, çka bën? Thot, valla unë jap sadaka. Edhe Allah subhanahu wa taala më një herë më kthen. Mi kthen si di më një herë më vjen të njëjtat pare. Ka thonë, vallahi thot, unë e bëj ashtu bë. Ky shkon i jep, Allahu s'ja kthen. Hajtë edhe një herë prapë s'ja kthen. Hajtë edhe një herë prapë s'ja kthen. Shkon kjo thot, vallahi, thot, mos mi kthen. Thot, unë e provova, ja, në 2 herë ja. Ati në shka i thot kjo? Ati ko problemi. Unë i kom dhonë me bindjen plot dhe ja kom dorëzu Allah subhanahu wa taala. Ti ke dash mi testu Allah, apo ti jep as po ti jep. E kjo është problemi jonë. Ne bëjmë doa dhe testojmë. Valla unë po i çoj dur. Po haj inshallah, i hoxha thot se ne pranon Allah doat, po bojnë doa. Ja, s'pranohet kështu doaja. S'pranohet kështu doa. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ud'u Allah, lutë Allahun ose lutni Allahun dhe jeni të bindur se Allah ju pranon. Leni ati. Jo mi testu Allahun subhanahu wa taala. Lutë Allahun subhanahu wa taala na bën neve rob të sinqert, të mbështetur plotësisht në Allahun subhanahu wa taala dhe lutë Allahun subhanahu wa taala si na ka mësuar të takomi këtu, takomi në xhenetet e larta të tij. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammedin wa ala